Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin e Daga Media. Sot do luajmë FC Mobile dhe sapo jemi futur në lojë. Dhe ja ku marrim në varëset ditore. Atëherë që më përton një test që do të bëjmë kap një lojtar, kështu që le ta bëjmë, pse jo, se kam mjaftu shumë rank points, kështu që okej. Si që shikoni kam shkruar 124 over, pasi bëra këtë badge të thot Team of the Season, e bëra max, pa nivel 5. Këtë do ta vë të kësaj për të na bërë ekipin edhe më të mirë. Kështu që ky është ekipi im dhe ndoshta në këtë video mund të marrim ndonjë lojtar, pse jo. Kam një draft, kështu që do shkojmë të hapim një paket. Nuk e di se të cila, se ju paketet të mira të gjitha. Dhe di dhe shkoj këtu, po kemi shanse të marrim Ronaldinho, por gjithsesi shumë të vogla dhe jo. Fakte që jo. Mos kemi ndonjë gjë këtu të exchange, jo, mos kemi gjë. Kështu që do të shkoj fill tek signings. Do shojmë për ndonjë lojtar, kam 18.575, por tani do të na bën pak më shumë. Tek 19.000 e 475. Kështu që mund të blejmë ndonjë lojtar. Duket është McTominay, cili mund të blihet me aq. Pasi më duhet, ja ku është. I cili më duhet sa më i mirë, them se do ta marr, më di, do shoh. Atëherë them se do ta marr, ja, të marr tani. Dhe
Le ta vendosim një herë në ekip. Do ta bëjmë nga fund, pasi kam 7.000 e sa rank up points, ta kam shumë. Në vërtet. Ta bëj scoring, passing, dribbling. Ta do bëj. Tjerat nuk di. Them se këto duhet të ketë mira, si është një isfushor. Atëherë që në shansë edhe t'ja transferojmë. Duhet edhe në një lojtar dhe jemi në rregull. Dhe ja ku është. $183 shpejtësia, 172 gjojtja, 200 pasimi, 191 driblimi, 176 mbrojtja dhe 172 fiziku. Gjë që ka shumë statsa të mira. Dhe shpresoj të jetë mirë edhe në gameplay. Për fatkeq nuk bëra 125, por sepse duhet bëja upgrade pak mbrojtjen. Pra të heq Kutuan, por do ta hiq vetëm të dali një lojtari pra një portier i mirë. Është Raja, por është pak i shkurtër, kështu që nuk do ta marr. Do të marr një portier të gjatë, cili të pres si Kutuaja, dhe më pas duhet marr 2 qendërmbrojtësra. Isha në plan të merrja pas zëvendësimit të Courtois, kisha në mend të merrja mbrojtësa, por më mirë ta merrja këtë pasi është edhe i lirë edhe i mirë. Shpresoj të jetë i mirë. Herë na është hapur një reward të questi, kështu që do të marrim. Okej. Dhe na bëhen mjaftueshëm sa për një paketë. Dhe shpresoj që tek paketa që do hapim me këtë draft na bie diçka mirë. Pse jo? Ka pak shanse, por gjithë ka mund të ndodhë.
sepse këto paketat në këto paketa nuk është duke më rënë asnjë lojtar i mirë. Asnjë lojtar të këtij eventi nuk kam në formacion përveç me këtë mënej që sapo morra, por edhe atë e bleva pra nuk më ra. Kështu që është diçka e keqe. Këtë herë do ta hap ndoshta këtu si ti më duhet. Të ketë ndonjë mbrojtës këto pa këtu. Edhe shpresojmë ndonjë lojtar i mirë. Nuk kam fat e pa fat si gjithmonë. Nuk është se ka dalur ndonjë gjë e re këtu me FIFA nga java e kaluar. Gjë që nuk më pëlqen shumë pasi më pëlqen kur dalin evente të reja, gjërat e njëjta. Do të hapim edhe këto të meza këto të World Tour. Kam 378, kështu që do t'i hap. Se jo mund të na bie ndonjë gjë e vlefshme. Dhe 150 token sa, kështu që nuk është pak. Pra nga 100 që harxuam morëm 150, gjë e mirë. Dhe tani mund të hapim 4 tjera. $50 James sa shumë paktën 500 minimumi duhet jetë pasi edhe gjë nuk është duke na rënë edhe pak rewardsa është gjë e keqe. Edhe këtu lojtar në rënë në duan në fakt, por prap do t'ishte më mirë të na binte ndonjë gjë e vlefshme. Ndonjë lojtar ose Jamesa me sasi të madhe. 5000 coinsa. Shumë pak. Me të vërtet FIFA këtë event ka bërë, nuk e di, është një event i keq. Për mendimin tim duhet ishte eventi më i mirë i lojës, pasi është për kupën e botës që sapo ka filluar. Dhe duhet ishte diçka më kushtore si eventi i kaluar, cili më ka pëlqyer shumë. Nuk kemi më. Atëherë, shumë faleminderit që keni parë këtë video, mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.